Në mbledhjen e së martës, qeveria vendosi që të blejë 100 automjete të reja të ndihmës së shpejtë me pajisje mjekësore për institucionet e shëndetësisë publike në mbar vendin. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se ky vendim do të thotë ndërhyrje më e shpejtë dhe më efikase në raste urgjente. Me këtë vendim sigurojmë mjete për furnizimin e 100 automjeteve të reja të ndihmës së shpejtë, me vlerë të përgjithshme prej 461.250.000 denar, duke marrë përsipër obligime në kuadër të pjesës zhvillimore të buxhetit për 4 vitet e ardhshme. Ndërkaq, vendimi tjetër për të cilin informoi ministri është vazhdimi i procedurës për zgjidhjen e problemit me parkimin në qendrën klinike Nëna Tereza në Shkup. Lidhur me këtë problem, ministri informoi se është marrë vendim për regjistrimin e tokës së zonës së parkimit si pronë shtetërore. Sipas tij, kjo heq pengesën administrative për nënshkrimin e një marrëveshjeje me ndërmarrjen publike parkingu i qytetit Shkup. Aliu beson se kjo marrëveshje do të mundësojë modernizimin dhe një rritje të ndjeshme të kapacitetit për parkimin e automjeteve, si dhe vendosjen e rendit në zonën e klinikës. Kujtojmë se vitin e kaluar në një seancë në gusht, qeveria vendosi të ndërtojë garazhe shumëkaqe të parafabrikuara në qendrën klinike përmes një partneriteti publik-privat, për të cilin u formua një komision për zbatimin e procedurës. Vetëm një kompani aplikoi në njoftimin që u shpall më 15 nëntor 2024, Gjoka Construction nga Shqipëria, por një marrëveshje nuk u nënshkrua me të sepse procedura u anulua nga ministri i atëhershëm i shëndetësisë Arben Taravari. Pasi tema u bë publike, Ministri Hristian Mickoski deklaroi në mars të këtij viti se nuk ishte marrë asnjë vendim përfundimtar nga qeveria në lidhje me menaxhimin e parkingut dhe se nëse publiku nuk e dëshironte, një marrëveshje me Gjoka Construction për garazhe shumëkaqe në qendrën klinike nuk do të nënshkruhej.